Pas primit të së martës, Gjesti dhe Egli janë përfshirë në një debat të ashpër. Artisti nga Kosova është mërzit për shkak të asaj që u diskutua në prime, ku doli në pah një ngjarje që kishte të bënte me nishanin e Egli. Sipas Gjestit, nuk i ka pëlqyer kjo situatë duke shprehur pakënaqësinë e tij, se gjithçka është keq kuptuar, pasi nuk e kishte problem një gjë të tillë, por diçka që kishte parë në të. Pas përfundimit të diskutimit dhe mbrëmjes, tensionet janë rritur, duke kaluar në një përplasjes me tone të larta. Gjesti nuk ka arritur ta përballojë dot këtë situatë dhe është larguar nga banorët gjatë transmetimit të drejtë për drejtë. Mëtej ai ka thënë se Egli është viktimizuar pasi ja ka shpjeguar Danjës atë që kishte ndodhur, që sipas tij ka ndodhur pasi ai është sqaruar me të, por e vërteta është ndryshe. S'të kam ofendu, vetë ke botë të madhe me Danjën, i thot Gjesti Egli. Ndërkohë Egli i ka dhënë një tjetër version të ngjarjes, duke thënë se gjithçka kishte nisur nga dhoma e rrëfimit, ku kishin biseduar për këtë çështje dhe se me Danjën nuk kishte folur asgjë konkrete dhe biseda doli prej tij nga fjalët e thëna në dhomë. Egli, turp të kesh, je super lojtar që ma bën mua këtë gjë. Po ti kush je o i pafytyr që unë vazhdoj të të mbroj